Një person I moshuar ka tentuar t'i jap fund jetës së tij me anë të rrymës elektrike, duke sfiduar hapur përmbarimin privat dhe policinë e shtetit, që kishin ardhur për ta nxjerrë jashtë shtëpisë, e cila figuron e shitur si objekt shtetëror. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Siri Kodra, në një objekt dykatësh pjesë e ish ndërmarrjes shtetërore të tensionit të lartë, ku jetojnë 15 familje të strehuara aty që nga sistemi monist. Përmbarimi privat I mbështetur nga forcat shumta të policisë dhe FNSH-s ka ndërhyrë për të larguar nga ndërtesa 4 prej familjeve dhe kalimin e ambienteve pronarit të ri që I ka privatizuar, por ngjarjet kanë degeneruar në përleshje mes banorëve dhe pronarit. Ndërhyrja e policisë ka qenë menjëhershme, duke shoqëruar në komisariat 6 prej banorëve që u përfshin në konflikt. Sipas familjarëve, objekti ka qenë në pronësi të shtetit deri në vitin 2012, kohë kur Ministria e Ekonomisë ja shiti aksionet një subjekti privat, pavarësisht se në to ishin strehuar 15 familje. Banorët thonë se u është ofruar si zgjidhje marrja e kredis me interes zero, por nuk kanë me se ta paguajnë, pasi shumica e tyre janë të papunë. Për sa vite kemi qenë këtu, për çdo ministër, për çdo qeveri që ka ardhe ka shku, e majt, e djath, për ne nuk ka rëndësi sepse është jeta e shtëpia, na është premtuar shprehimisht. Shtëpit do bëhen të tuajat, rrini pa mera. Sot shteti na vrau. Përfaqësues të përmbarimit privat si dhe pronarët nuk kanë pranuar të japin një prononcim për ngjarjen. Të irrituar, banorët kanë akuzuar drejtues të lartë të policisë së Tiranës se në kundërshtim me ligjin po abuzojnë me detyrën, duke favorizuar të afërm të tyre që janë bërë pronar të objektit. Ne, po të kishim të bënim me pronarin e ligjshëm, nuk do bënim këtë rezistencë as këtë qëndrim. Ardian Prifti ka lidhje të drejtë për drejtë, zoti kryeministër, zoti ministër I rendit, me Ardian Qipën, drejtorin aktual të policisë së Tiranës. Çfarë lidhje ka? Lidhje djalë halle e ka. Për ngjarjen ka reaguar menjëherë Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit përmes një deklarate për mediat. Kjo ministri sqaron se në bashkëpunim dhe me Bashkinë e Tiranës po punohet për të ofruar zgjidhje të ndryshme strehimi, qoftë edhe përmes një kredie bankare me interes zero, në mënyrë që asnjë prej familjarëve të prekur nga privatizimi të mos mbetet I pastre. Në deklaratë thuhet se privatizimi I objektit është kryer nga qeveria e kaluar dhe procesi ka përfunduar në vitin 2012, ndërkohë që për çështjen janë shprehur dhe gjykatat me vendim të formës së prerë.